me të vërtet ka qenë e vështirë dhe një falenderoj edhe jurinë e mrekullueshëm që ram dakord gjithë unanimisht me këtë numër. Kemi gati. Dhe vajza pasi që fiton Miss Adoleshencën është numri 5. Vajza me numrin 5. Këtu live nga Rafaelo Resort në Shëngjin. Miss Adoleshenca Shqiptare 2016. Alegria! Mona Ndoj është shpallur fituese e konkursit të bukurisë Miss Adoleshenca Shqiptare, një eveniment kulturor që i është ofruar ardashësve shqiptar nga Agjencia Jehona e Shkodrës. Një aktivitet madhështor në Rafaelo Resort në Shëngjin, duke tërhequr pushuesit e shumt që ndodhen në këtë pikë turistike. Ndërkohë që përveç bukurisë së konkurrentëve, nuk kanë munguar edhe këngëtarët të cilët kanë performuar për publikun. Miss Adoleshenca Shqiptare 2016, një eveniment i bukurisë shqiptare që është servirur nën regjinë e mjeshtrit të madhe Zevdejda, nën moderimin e Ergjys Bamçi dhe bukuroshes Gea Braha, ndërkohë që sponsor mediatik në këtë event është Star Plus Televizion.